Po më kujtohet tash. Zoti Merja ka filluar të ketë probleme me memorien, ndërkohë sikleti në të cilin ndollet kuptohet edhe nga mimikat e tij. Dhe sa më shumë ndodhet të jap përgjigje, aq më lëmsh bëhet. Ndërkohë sipas një kontrate të lidhur me kompaninë Luani SHPK, e cila në fakt është në pronësi të kunatit të tij, Luan Livalli, dhera dhe inerte do të dërgoheshin në landfill, ndërsa doktori, referuar pikave të kontratës, duhet të kryente supervizimin e të gjitha proceseve të punës dhe të bënte vërejtje kur diçka nuk shkonte, gjë që nuk e ka bërë. Realisht është e rëndë sepse ja të tregoj dhe pamjet dhe më thuaj Pra se neve një pjesë të dherave i kemi mbajtur aty sepse do të ngrihet pak ai objekti me sa di unë, rreth 1 metër, që ne të vemi afërsisht me planin e xhades drejt. Pra janë mbajtur atje. këtu nuk është 1 metër, shiko ku kanë shkuar dherat. Këto janë pamjet kapura me dron, ja ku është lumi Erzen, i cili gjysma e rrjedhës së tij në fakt është e zënë nga dherat. Po, nuk e di atje, mund të ketë shuar edhe ndonjë tjetër, ku di unë kush ka shuar dhera kështu. Unë kam lënë një përgjegjës atje. Nuk është paksasi, por është një mal i tërë dherash dhe inertësh janë hedhur në lumin Erzen. Nuk mundet për shembull që një doktor si ju, që në fokus ka shërimin, të dëmtojë mjedisin. Po nuk e di a janë tonat ato apo janë të tjerëve. Ku di unë për çfarë mund ta ketë përdorur AX persona të vendin aty, edhe për të tjerë. Kam një pjesë çash gërmuar këtu, janë hedhur këtu, po tek objekti në krap, një pjesë tjetër janë çuar ku është destinacioni. Nuk e di, o në landfill, o nuk e di ku kanë vajtur. Tani o kanë shkuar në landfill o në shtratin e lumit Erzen. Keni kursyer edhe kohë, edhe para. Por jo gjithmonë rruga e shkurtër të nxjerr për mirë. Sidomos kur bëhet fjalë për shkatërimin e mjedisit. Pamjet që u tregova janë të rënda, aty është bërë për të bërë Po pra, alpinizëm. unë e kuptoj, po. Po shkojmë bashkë. Para se unë të filloja të gërmoja me fadrom, ato dherat që kanë qenë aty, një mal me dherat, të pijat ishin, Kanë qenë dherat aty. Pra po thonin që dherat kanë qenë kur keni shkuar ju. pa filluar unë të punoj, Okej. këtu ka patur